Baba i Tonit, i emocionuar dhe plot mall për djalin e tij, shfaqet për një vizitë të shkurtër brenda shtëpisë së Big Brotherit. Banorët habiten sa po e shohin të hyj, ndërsa Toni ngrihet menjëherë nga vendi, i surprizuar dhe i prekur. Ata përqafohen fort, dhe në fytyrën e Tonit duket qartë sa shumë i kishte munguar prania e babait. Pas disa sekondash përqafimi dhe batutash të shpejta, baba i Tonit fillon të shikon ambientin dhe banorët me një buzëqeshje të madhe. Ai nuk e fsheh as pak simpatin që ka krijuar për Elionën gjatë kohës që ka ndjekur programin nga jashtë. Me zë të qetë, por plot bindje, ai thot, Eliona, të kam parë shumë. Je vajzë shumë e mirë. Ta them sinqerisht. Ty të dua për nuse të djalit tim. Toni qenka me fat po të marë. Banorët fillojnë të qeshin dhe shikojnë Tonin, i cili skuqet pak dhe nuk di çfarë të thotë. Ndërsa Eliona buzëqesh e emocionuar dhe pak e turpshme, duke mbajtur duart te fytyra, baba i Tonit vazhdon me humor dhe ngrohtësi, mua më pëlqen shumë nusës që i qëndron pranë djalit tim. Edhe ti je shumë e edukuar, shumë e sjellshme. Të kam qejf, moj bi. Toni, i çoroditur nga situata por edhe i kënaqur, i thot babait, humor bab, po na turpëro tani para krejt Shqipërisë. Baba i tij qesh dhe i prek shpatullat, pse, ka turp këtu? Kur gjen nuse të mirë, duhet me e mbajt fort. Vizita vazhdon edhe pak minuta me batuta, përqafime dhe emocione, ndërsa Toni dhe baba i tij shkëmbejnë disa fjalë të ngrohta. Pastaj, baba i përshëndet të gjithë banorët dhe largohet, duke lënë pas një atmosferë të bukur dhe paksa komike, sidomos për Tonin dhe Elionën që mbeten të skuqur por të buzëqeshur.